Le ta sqarojmë një herë mirë këtë çështjen e mediave. Në fakt, deri në vitin 2016, unë kam patur një hapësirë modestisht të mjaftueshme për të qenë njëri i cili kishte mundësi të komunikonte me shqiptarët nëpërmjet mediave. Jo se është detyrim mediatik që unë të jem në to, jo, por sepse demokracia funksionon e tillë që çdo njeri që ka një mesazh, që ka një gjë për të përcjell, nëse i vlen publiku dhe të mirës përbashkët, duhet ta ketë hapësirën dhe mundësinë dhe të drejtën e lirinë e fjalës dhe shprehjes edhe nëpërmjet mediave, të cilat e bëjnë fjalën e një njeriu të komunikojë me mendjet dhe zemrat dhe shpirtrat e shumë njerëzve, ndoshta edhe të shoqërisë në tërësi. Por prej vitit 2016, dhe kjo koincidon me periudhën pasi unë kam bërë betejën me mafjen farmaceutike, kundër mafjes farmaceutike, kur unë kam denoncuar jo vetëm krimin e madh tek onkologjiku, por kam denoncuar edhe të gjitha koncensionet e Ministrisë së Shëndetësisë asaj kohe, të drejtuar nga Ilir Beqi dhe më pas nga Ogerta Manastirliu, por kam denoncuar edhe skandalin e madh të ilaçeve të skaduara, të falsifikuara, madje edhe eksperimentale që janë futur në tregun shqiptar farmaceutik. Kam bërë denoncime të cilat u kanë dhëmbur të gjithë operatorëve të mafjes farmaceutike. Pra jo të gjithë atyre që kanë punuar ndeshmërisht, por operatorëve të mafjes farmaceutike. Dhe besoj dhe dyshoj se dënimi me harres që më është bërë mua nga mediat ka një pjesë të madhe të ndikimit edhe nga mafja farmaceutike, përveç se nga qeveria Rama, nga të gjithë ata të cilët ishin komponentët e korrupsionit në shëndetësinë shqiptare, përfshirë nga ish-ministri Beqaj tek ish-ministria Manastirliu dhe deri tek zyrat e operatorëve të mafjes farmaceutike, të cilët kanë duart e tyre dhe ndikimin e tyre, por edhe reklamat e tyre në çdo ekran televiziv dhe në çdo media dhe në çdo portal dhe në çdo gazetë. Prej 2016 e sot, emri Arjan Galdinit është dënuar me harres, është fshirë nga çdo media, është fshirë nga çdo televizion, nga çdo gazetë, madje reagimi që kanë të gjitha mediat, të mëdha dhe të vogla, televizive dhe të shkruara, portale, gazeta, televizione, gazetar, analist, pronar mediash, kryeredaktor, redaktor, analist, është kush është ky Galdini, nuk e njohim, nuk ekziston. Por dënimi me harres ka kuptim vetëm në diktatura. Pra në diktaturë është regjimi, partia dhe diktatori që kanë në kontroll të hekur gjithçka. Dhe në diktaturë bën kuptim dhe bën sens dhe bën logjik që kur vendos partia dhe udhëheqësit, ti je i fshirë, madje të çojnë me internim, madje të çojnë dhe në burg, madje të pushkatojnë pa ligj e pa gjykatë. Në kushte demokratike apo kinse demokratike, do duhet funksiononte ndryshe. Pra mund të bllokojnë mediat e qeverisë, mediat pranë qeverisë, ama ti do të kishe hapësirë mediatike tek mediat pranë opozitës apo afër opozitës ose opozitare me qeverinë. Çuditërisht, kemi një simetri dhe bashk organizim total të mediave të majta dhe të djathta, të mediave pro-qeveritare apo pranë-qeveritare, dhe të mediave pro-opozitare apo pranë-opozitare apo opozitare me qeverinë, të gjitha një lloj, prej vitit 2016 deri sot, kanë të njëjtin qëndrim të unifikuar. Arjan Galdini është i dënuar me harres, nuk përmendet, nuk lejohet, censurohet, bllokohet, pengohet dhe emri i tij është i fshirë në mënyrë totale. Madje edhe po të pyesësh privatisht, personalisht, drejtues mediash, drejtues redaksish, studiosh televizive, emisionesh, gazetar, analist,
edhe kur më njohin mua personalisht, në momentin që pyeten nga të tjerë, kanë të njëjtin reagim: kush është ky? Nuk e njohim. Çfarë është ky? Ose kush më Galdini? Varja, dava delirant, kush di çfarë duket vetja. Pra ose kanë injorim për mos ekzistencë, ose kanë atë që quhet shpërfillje nëpërmjet sharjes edhe nëpërmjet atyre fjalëve që zakonisht thuhen për të justifikuar pse jo, duke thënë mos është një varja, dhe kjo është pak a shumë metodologjia që ata kanë përdorur në grupet e tyre, në rrafët e tyre dhe në komunikimin mes tyre, kur bëhet fjalë për Arjan Galdinin dhe për gjithçka që bën, organizon, flet, shkruan apo dëshmon apo shpalos Arjan Galdini. Dakor, në vitin 2020, kur unë nisa së bashku me një grup mish, me një grup shqiptarësh të mirë, krijimin dhe ndërtimin e një partie të re politike, siç ishte LRE, unë prisja që mediat së paku të jepnin atë që është lajmi formal i ekzistencës së LRE-s, një partie politike e cila ishte ndër 12 partitë politike që u regjistruan në zgjedhjet e 25 prillit 2021. Por jo, mediat këmbgulën që aso kohë vetëm 4 parti ishin të reja dhe të konsiderueshme mediatikisht dhe të ftuara çdo ditë mëngjes, drek, dark, në çdo televizion, në çdo studio dhe ishin në çdo faqe gazete. Pra vetëm 4 parti konsideroheshin partit alternative apo partit e reja përballë PS, PD, LSI aso kohë. Dhe këto 4 parti ishin në çdo sondazh, në çdo anketim, në çdo studio televizive dhe në çdo debat dhe në përmendjen dhe njoftimet dhe ndërkalljet e çdo analisti. E vetmja parti që u ndalua, u mohua, u censurua dhe u bllokua pa drejtësisht ishte LRE që drejtohej nga Arjan Galdini. Më pas, unë mora vendimin që të tregoja një gatishmëri që të përballesha në çfarëdo lloj situate me çdo për të vërtetat e mia personale, por edhe të LRE-s. Dhe kjo më bëri që të ndërtoja një mekanizëm të disfavorshëm për mua, pra të pranoja të shkoja edhe me ftesa jo dinjitoze, por i gatshëm për përballje me çdo dhe kudo. Dhe pse ishin ftesa jo dinjitoze? Sepse asnjëherë edhe ato pak ftesa që më janë bërë, nuk më janë bërë si Arjan Galdini, që është autor librash, që është autor shkrimesh, analizash, pra njëri që ka një mendim dhe një botë kuptim të vetin, njëri që ka një kontekst të vetin, njëri që është themelues dhe drejtues i një partie politike, apo në mos themelues dhe drejtues është aktivist dhe përfaqësues i një ideje dhe partie politike alternative. Pra asnjëherë si i tillë, por gjithmonë me një status të çuditshëm deformativ të identitetit tim dhe të integritetit tim, duke kërkuar mendimet e mia mbi realitetin politik, por jo këndvështrimin tim prej nga vijnë këto mendime. Pra ishte si të duam mendimet e Galdinit, por nuk duam Arjan Galdinin. Jemi të gatshëm të lejojmë sadopak hapësirë me pikatore për mendimet dhe analizat e Arjan Galdinit, për të parë, për të shqyrtuar, por nuk duam që Arjan Galdinit të njihet nga shqiptarët si njëri që ka një botë të vetën, ka një kontekst të vetin, ka një realitet të vetin dhe një alternativë të vetën dhe një doktrinë të vetën dhe një autorësi. Pra nuk e donin Arjan Galdinin si tërësi, por donin vetëm pjesërisht disa copëza të mendimeve të Arjan Galdinit. Unë e pranova këtë për gati 4 apo 5 vite si realitet dhe kam marrë disa ftesa të cilat e kam parë që janë përdorur si alibi, por njëkohësisht janë përdorur dhe si strategji për të keq formuar publikun dhe për të keq interpretuar identitetin tim dhe për të më prezantuar mua krejt ndryshe nga sa jam në të vërtet. Pra të gjitha këto ftesa të copëzuara
kanë krijuar bindjen e gabuar tek shqiptarët sikur unë jam analist, opinionist apo politolog. E vërteta është që unë nuk jam as analist, as gazetar, as politolog, unë nuk i njoh, as opinionist, unë nuk i njoh këto profesione dhe nuk kam lidhje me këto profesione, nuk jam analist dhe nuk kam qenë kur një tim analist, nuk jam gazetar dhe nuk kam qenë kur një tim gazetar, nuk jam opinionist dhe nuk kam qenë kur një tim opinionist, nuk jam politolog dhe nuk kam qenë kur një tim politolog, por mënyra se si strategjia e ftesave mediatike është organizuar për mua, ka krijuar këtë keqkuptim të madh tek shumë njerëz, dhe është një keqkuptim që në fakt po më lodh dhe po më dështon në komunikim sepse njerëzit nuk e kanë të qartë realisht kush jam unë dhe çfarë bëj unë. Dhe kjo më ka bërë që të kuptoj dhe të mendoj se nëse unë do të pranoj më ftesa të tilla mediatike, atëherë unë nuk kontrolloj dot më narrativën time për identitetin tim dhe për integritetin tim dhe për të vërtetën time. Ndaj, më mirë kuptoni kur ju them këtë gjë krejt modestisht. Okej? Unë e pranoj vendimin e regjimit, e pranoj vendimin total të regjimit, sepse dënimi me harres ka kuptim kur të gjithë bashkë janë marrë vesh, edhe majtas edhe djathtas të mohojnë, sepse nuk jemi në diktaturë, pra kjo do të thotë që ka një marrëveshje majtas dhe djathtas që unë mos t'jem as në mediat e majta, as të djathta, as në mediat qeveritare dhe as në mediat opozitare, ka një dakordësim se vetëm kështu mund të bëhet dënimi me harres në kohë demokratike, e pranoj, e kuptoj dhe nuk ankohem fare. Nuk kam asnjë ankesë për këtë gjë. Pra nuk kam ndërmend të bëj një ankesë më tepër pse nuk jam unë në media dhe nuk po kërkoj të jem unë në media. Nuk e kam fare problem, e respektoj vendimin e regjimit, e respektoj vendimin e oligarkisë, e respektoj dhe vendimin e pronarëve të mediave dhe të gazetarëve dhe të redaktorëve dhe të kryeredaktorëve, e pranoj. Shumë faleminderit që ju më keni dënuar me harres dhe shumë faleminderit që nuk më lejoni të komunikoj me shqiptarët nëpërmjet mediave tuaja. Prandaj, unë dua të njoftoj edhe gazetarët, edhe redaktorët, edhe kryeredaktorët, edhe pronarët e mediave, po dua të njoftoj edhe shqiptarët për një vendim që unë modestisht e marr për veten time. Pra nuk është vendim që detyron mediat, është një vendim që më vendos kufi mua personalisht. Nuk kam ndërmend prej ditës sotme dhe në vijim, nuk kam ndërmend dhe do të refuzoj çdo ftesë. Pra nuk kam ndërmend të pranoj, por do të refuzoj çdo ftesë televizive që vjen për Arjan Galdinin, për analiza, për opinione apo për politologji. Nuk jam analist, nuk jam politolog, nuk jam opinionist. Unë do të pranoj vetëm ato ftesa, do të marr në konsiderat për të pranuar vetëm ato ftesa ku unë vi si Arjan Galdini dhe flas me këndvështrimin dhe botkuptimin tim të plot si Arjan Galdini, si autor librash, si njeri që shkruan, si njeri që shkruan me tekste, si njeri që flet dhe si njeri që beson në një doktrinë dhe që është përfaqësues si një ideje politike dhe që flet nga këndvështrimi i kësaj ideje politike dhe këtij organizimi politik që është LRE Rinisja. Unë jam Arjan Galdini dhe jam edhe përfaqësues i Rinisjes, edhe autor librash dhe autor esesh, opedesh, dhe jam i gatshëm të vi dhe të flas nga ky këndvështrim dhe nga ky botkuptim. Pra analiza ime për të tjerët vjen vetëm nëse unë kam sqaruar se kush është identiteti im dhe burimi im. Burimi im janë idetë mia, burimi im janë aktivizmi im, burimi im është përkatësia ime dhe integriteti im. Nuk mund të shkëpusni Arjan Galdinin nga burimi dhe të kërkoni mendimet Arjan Galdinit, sepse nuk është e drejtë. Unë nuk mund të flas për askënd tjetër, as për Ramën, as për Berishën, as për Nanon, as për Metën, as për Flamingot, as për Sorosin, as për botën, as për dynjan, as për Shqipërinë, as për qeverinë, as për opozitën, nëse nuk kuptohet se idetë e mia dhe mendimet e mia vijnë nga një burim i caktuar dhe ky burim është bota ime, është konteksti im. E di që për shumë njerëz nuk ka kuptim ky vendim, sepse unë jam duke vendosur për diçka që nuk e vendos unë.
sepse prap mediat thonë, jo, ti nuk ekziston, nuk ka rëndësi. Nuk po shpreh dhe nuk po shpall megalomani. Mediat po një lloj kanë të drejtë të më konsiderojnë inexistent. Por ama unë kam të drejtën time që të bëj publik vendimin tim për veten time. Pra nëse do të ketë një grimcës dëshirë nga një gazetar dashamirës për me mftu, për në një bisedë të shkurtër të vogël telegrafike, unë them jo. Faleminderit, por jo. Pra unë po vendos kufijtë e mi. Modestisht po vendos kufijtë e mi. Nuk e jap më asnjë mendim të Arjan Galdinit pa burimin, pra pa Arjan Galdinin. Këtë e tutje, marrëveshja ime me çdo media, me çdo gazetar, mik apo jo mik, dashamirës apo jo dashamirës, që më njeh apo që nuk më njeh, është vetëm kjo. Arjan Galdini pranon vetëm ftesa si Arjan Galdini, me identitetin e tij, me botën e tij, me botkuptimin dhe me këndvështrimin e tij dhe me burimin e tij. Në rast të kundërt, jo. Faleminderit, nuk jam i interesuar për asnjë ftesë në asnjë media. Edhe për ta përmbyllur këtë histori, unë dua t'u them të gjithë atyre shqiptarëve të mirë që duan ta ndjekin mendimin dhe qëndrimin tim dhe vendimin tim dhe çfarë unë kam për të dhënë për të mirën e përbashkët, modestisht. Ju lutem, nuk do më gjeni më në media. Mos më kërkoni më në media. Mos prisni të më gjeni në media. Prej sot, jam unë ai që do të refuzoj të jem në media. Nëse deri sot kanë qenë mediat që më kanë refuzuar mua dhe më kanë ndaluar mua, prej ditës sotme, ky vendim është i dublikuar, është i dyfishuar dhe është 2 herë i fortë. Pra ka një mosdëshirë dhe një vendim të mediave për me më refuzu dhe për me më ndalu mua, por ka dhe një mosdëshirë nga unë për me i pranu këtë jetutje mediat. Ndaj ju qytetarë shqiptarë që jeni dashamirës në meje, që doni të dëgjoni për mua, që doni të dëgjoni nga mua, që doni të njihni idetë e mia, modestisht, aq pak sa jeni, e kam me ju që keni dëshirë, pra nuk detyroj askënd. Ju lutem, më kërkoni në rrjetet sociale, sepse kanalet e mia të komunikimit janë vetëm në rrjetet sociale. Do më gjeni vetëm në rrjetet sociale. Kërkoni Arjan Galdini në Facebook, në YouTube, në TikTok, në LinkedIn dhe në Instagram. Kërkoni në këto rrjete sociale Arjan Galdini ose LRE Rinisja. Dhe aty do të më gjeni dhe aty do të na lexoni, aty do të na dëgjoni. Pra e vetmja mënyrë për me më gjet mua, për me më ndjek mua, është pikërisht kjo, nëpërmjet rrjeteve sociale. E vetmja platformë komunikimi, këtë jetutje, absolutisht e vetmja platformë komunikimi do të jenë rrjetet sociale Arjan Galdini dhe LRE Rinisja. E kam edhe me ju që thoni shpesher, nga u zhduke, ku jest, kemi parë, kam qenë i dënuar me harres nga mediat. Kështu që nëse doni të shihni ku kam qenë dhe çfarë kam bërë në këto vite, ju lutem, kërkoni në rrjetet sociale se unë kam qenë çdo ditë në punë, kam qenë çdo ditë në komunikim, në ato mundësi që kam dhe me ato mjete që kam dhe me ato platforma komunikimi që kam në rrjetet e mia sociale. Ju lutem, më kërkoni dhe më ndiqni në rrjetet e mia sociale. Jo më në media, s'ka më në media. Arjan Galdini nuk është më në media. Arjan Galdini nuk do ta gjeni më në media. As Arjan Galdinin dhe as LRE Rinisja. Nuk na gjeni më në media. Ka mbaruar kjo histori, sepse unë e di që refuzimi im dhe refuzimi i tyre bën një dopjo refuzim dhe nuk do të më shihni më në media. Prandaj kërkoni rrjetet sociale Arjan Galdini dhe LRE Rinisja. Vetëm aty do të më gjeni, aty do të na gjeni. Aty do të dëgjoni idetë tona, aty do të lexoni idetë tona, aty do të ndiqni video mesazhet dhe aty do të lexoni tekstet tona. Kërkoni në Facebook, YouTube, TikTok, Instagram dhe LinkedIn Arjan Galdini ose LRE Rinisja. Keni edhe faqen e LRE Rinisja, që është www.rinisje.com. Pra, edhe njëherë, e vetmja platformë komunikimi ku do të më gjeni këtë jetutje, është
rrjetet sociale. Vetëm në rrjete sociale. Mos na kërkoni më në media. Nuk do të më gjeni më në media. Faleminderit dhe do të dëgjohemi përsëri.